Zoti urdhëroi njerëzit të pranojnë thirrjen e pejgamberëve, pastaj I friksoi ata me ndëshkim në dynja, pastaj I friksoi me dy mënyra të ndëshkimit të ahiretit, me pyetjen e me peshimin e punëve, tani për t'i nxitur njerëzit që të pranojnë thirrjen e pejgamberëve duke u përmendur të mirat e mëdha që u ka dhënë Zoti, urdhëron e thot: "O laqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun." Betohem në veten time se me të vërtet ju kemi vendosur në faqen e dheut dhe aty për ju kemi krijuar të gjitha mjetet e jetesës, por ju përsëri shumë pak jeni mirënjohës. Kuptimi: betohem se ne padyshim kemi bërë faqen e dheut vendbanim për ju. Ju kemi bërë zotruesit e tokës dhe ju kemi dhënë fuqi ta shfrytëzoni atë. Por ju kemi krijuar aty nga të gjitha llojet e të mirave që gjatë jetës tuaj të hani e të pini, të visheni, të mbatheni, por ju përsëri shumë pak jeni mirënjohës. Duhet t'i vlerësonit këto të mira dhe të bënit falëndërimin e duhur, për to duhet t'i thrisnin mendjes dhe të pranonit urdhëresat tona të kumtuara me anën e pejgamberëve. Zoti tregoi se e ka krijuar njeriun që të jetë zotërues I gjërave toksore dhe se I ka dhënë atij lloj-lloj të mirash, për të shpjeguar se qysh e ka bërë njeriun zotëruesin e dheut, Zoti urdhëron e thot: "Wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum, thumma qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidin." Betohem në veten time se padyshim ju krijuam juve, pastaj ju dham fytyrë dhe më në fund u tham melekëve bëjini sejdë Ademit, dhe melekët në çast I bën sejdë, vetëm djalli nuk I bëri sejdë. Fahri Raziu thot si qëllimi I sejdë mund të jetë njëri prej tre kuptimeve që vijojnë. 1. Nderim absolut për Ademin dhe jo me të vërtet sejdë. 2. Sejdëja I është bërë Zotit dhe Ademi është bërë si kible për atë sejdë. 3. Sejdëja I është bërë Ademit. Në librin Fathul Bayan thuhet se sejdëja është bërë para se Ademi të hynte në xhenet në një ditë xumaje pasdreke. Më së pari atë sejdë e ka bërë Xhibrili, I dyti Mikaili, treti Israfili, katërti Azraili dhe pastaj të gjithë melekët e tjerë. Zoti tregoi se I ka urdhëruar melekët I bëjnë sejdë Ademit dhe djalli e ka kundërshtuar e nuk ka bërë sejdë. Për të treguar se e ka pyetur djallin pse kundërshtonte, Zoti urdhëron e thot: "Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka qala ana khayrun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Zoti I tha: "Ç'të pengoi që s'bëre sejdë kur unë të urdhërova?" Djalli u përgjigj: "Unë jam më I mirë se ai, sepse mua më ke krijuar prej zjarit dhe atë e krijove prej baltës." Qala fahbit minha fama yakul laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min ash-saghirin. Zoti I tha: "Shporu prej andej prej qiellit ose prej xhenetit, se nuk meriton të madhështohesh aty. Dil jashtë dhe ti je prej të poshtëruarish." Kuptimi: për t'ja nxjerrë në shesh djallit ndyrsinë e shpirtit, Zoti I tha: "Kur unë të urdhërova që t'i bëje sejdë Ademit, ç'të pengoi ty që të mos I bëje atij sejdë?" Kësaj pyetjeje djalli është përgjigjur: "Unë jam më I mirë se Ademi, sepse mua më krijove prej zjarit që është dritë, kurse Ademin e krijove prej baltës së trash e të errët. Pra I virtytshmi s'meriton t'i përulet atij të cilin e ka poshtë vetes." Kështu u lavdërua djalli dhe tregoi madhështinë ndaj Zotit, prandaj Zoti për të mos e pasur parasysh I tha: "Iblis, o I larguar nga mëshira ime, shporu prej këtej sepse nuk të lejohet ty të madhështohesh e të krekosesh, dil jashtë se ti je I lig." Djalli mallkuar e dinte se çdo njeri I krijuar prej soi të mirë është më I virtytshëm dhe nuk I bëri sejdë Ademit, sepse sipas tij ai ishte më I virtytshëm se Ademi, por nuk mendoi se te Zoti s'ka vlerësoi. Te Zoti vlerën e ka ai që çon në vend urdhrin e tij. Një sojli fajtor kur nuk barazohet me një jo sojli që është I pafajshëm, sepse ky I fundit e ka gradën më të lartë. Zoti për të treguar se I ka dhënë djallit afatin që ai kërkoi, kur e përzuri prej derës së mëshirës së vet, urdhëron e thot: "Qala anzirni ila yawmi yub'athun, qala innaka min al-mundarin, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim." Djalli kur u përzu tha: "Më jep afat deri në ditën e Kiametit, mos më vdis deri kur ata do të ringjallen." Zoti tha: "Ti je nga ata që u është dhënë afat." Atëherë djalli tha: "O Zot, për shkak që më largove prej mëshirës tënde, unë gjithmonë do të përgjoj në udhën tënde të drejtë dhe do t'u humb atyre udhën." Shpjegime: Fahri Raziu thot kufri I djallit është kufr, inati dhe jo prej padijes, sepse vetë ai e pohon se udha e Allahut është e drejtë dhe udha që ka zënë ai është e humbur. Shkronja B në fjalën febima aghwaytani mund të jetë për betim, atëherë kuptimi I ajetit është: "O Zot, betohem për shkatrimin tim
me igua se unë do të mundohem me sa fuqi kem për t'i nxjerrë ata prej udhës së drejtë. Përgjimi i djallit në rrugën e drejtë është për treguar se ai do t'i vazhdojë gjithmonë nga tresat e veta. Bejzaviu thotë se djalli e ka treguar fare hapur se do të përgjojë njerëzit në udhën e tyre, si ata që dalin të presin në rrugën për të grabitur botën, prandaj kurdoherë duhet të jesh sy hapur ndaj ngacmimeve të tij sepse ai nuk humb asnjë rast për të ndërsyer njerëzit në të keqen, sipas aftësive që ata të kenë. Kështu për shembull, disave u pret udhën e besimit e i shtyn në kufër, disave u pret hovin e ibadetit dhe i nxit në punë të liga, disa të tjerë i shtyn në padrejtësi dhe disa të tjerë i shtyn të bëjnë ibadet për sy e faqe të botës. Prandaj duhet parë mirë që të mos gabohesh prej djallëzive të tij. Zoti i vazhdon të tregoj fjalët e djallit. Thumme la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Pastaj do të vi atyre nga përpara e pas shpine, nga e djathta nga e majta e tyre dhe kështu nga çdo anë do t'i gaboj dhe shumicën e tyre nuk i për t'i gjetur falëndërues. Kuptimi. Pasi unë të qëndroj në udhën e tyre do e mos që atyre do t'u vi nga përpara dhe do t'i bëj që të dyshojnë për ahiretin, do t'u vi edhe nga mbrapa që t'u azbukuroj dynjan, do t'u vi edhe nga e djathta që t'u lëshoj dyshime në punët e fesë, do t'u vi edhe nga e majta që t'u bëj të këndshme punët e këqija, do t'a bëj këtë derisa t'i bie në atë shkallë që ti o Zot shumicën e tyre nuk do t'i gjesh falëndërues, por do t'i gjesh bukshkelës. Në tefsirin e Hazinit thuhet, meqense secili është nisur e drejtuar për në ahiret, u tha se njerëzit e kanë përpara ahiretin dhe meqense dynjan e lan pas, u tha se djalli vjen atyre mbas shpine e i gënjen për punë të dynjas. Ibn Abbasi thotë se fjala e i dihim përpara është për dynjan, sepse njerëzit e kanë atë parasysh, kurse fjala khalf, mbrapa, është për ahiretin sepse ai është i fshehur dhe kështu do të thonë, do t'u vi nga përpara dhe do t'u azbukuroj dynjan, do t'u vi mbas shpine dhe do t'u bëj të vrazhd ahiretin, ose e i dihim është për jetën që u ka mbetur, e djalli do që t'i ndalohet mos bëjnë ibadet dhe fjala khalf është për jetën e kaluar dhe djalli do t'i pengoj që të bëjnë teube. Sido që t'jeta jeti tregon se djalli është përbetuar ta rrethoj njeriu nga të katër anët. Djalli nuk përmendi vetëm anën e sipërme e anën e poshtme, sepse nga sipër do të vi mëshira e Zotit, të cilën ai nuk mund ta pengoj, kurse anën e poshtme nuk e përmendi prej mendje madhësisë që ka. Qale khruj minha madhmuman madhura. Lemen tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Për mendjemadhësinë e djallit, Zoti tha: "Dil pra ande i poshtruar e i mallkuar, betohem në veten time se do ta mbush xhehenemin me ty dhe bashkë me ty edhe me të gjithë ata që të ndjekin ty."